duhet teksuar ideal se ndaj e quajtëm një lëvizje surprizë Albin Kurtit se ftesa apo më sakt letra ka shkuar vetëm për Lumir Abdigjikun, nuk ka patur një ftesë, një thirrje për PDK-n, as për AK-n, as për Nismën, të paktën zyrtarisht apo jo, pra vetëm për zotin Abdigjiku, kryetarin e LDK-s. Po, vetëm për kreun e LDK-s Abdigjiku ka qenë ftesa, është konfirmuar nga partitë e tjera që nuk kanë pranuar një ftesë të tillë, ndoshta kryeministri Kurti siç ka befasuar në ftesën për Abdigjiku, do të pres një përgjigje dhe ndoshta do të ketë një ftesë edhe për partitë e tjera, por pikërisht gjatë ditës së sotme kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës zoti Ramush Haradinaj ka thënë se nuk kanë pranuar ftesë, por as nuk do të shkojnë në takim nëse do të pranojnë një ftesë të tillë. Ai edhe njëherë ka bërë thirrje opozitës, këtë rast Lidhjes Demokratike, që duhet të jetë e bashkuar me partitë opozitare pasi vota është fituar me premtimin për ndryshim dhe jo për bashkëpunim me Albin Kurtin. Edhe diçka, sa kohë do ta pres një përgjigje nga ana e zotit Abdigjiku, kryeministri Kurti, dhe çfarë ndodh për te të enjtes nëse ai nuk i shkon në takim, se ka patur data dhe orare konkrete për të takuar? Po, besohet që Lidhja Demokratike e Kosovës gjatë orëve të pasdites do të ketë një përgjigje për ftesën e kryeministrit Kurti. Ajo çfarë nënkryetaria Eduard Sakisa Zelini në një reagim të parë, le të themi një nga figurat kryesorë të partisë, pasi e mban pozitën e nënkryetares, nuk ka qenë le të themi shumë pozitive për takimin, ka pasur akuza për kryeministrin Kurti që ai ka përqarë le të themi aspektin politik dhe ka përdorur fjalor që nuk i shkojnë për shtati një bashkëpunimi të mundshëm, megjithatë duhet të pritet një vendimarrje nga le të themi struktura më e lartë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe po besohet nga informacionet që kemi gjatë orëve të pasdites, pasi termini i parë siç ju e përmendet është për nesër në ora 9, ndërsa ka mundësi edhe gjatë të ejtës i ka lënë hapësirë kryeministri Kurti për takim për kryetarin Abdigjiku. Mbetet pra të shihet se si do të jetë përgjigja, ndërsa ajo çfarë mund të ndodhë, me siguri që kryeministri Kurti mund të tentojë të takojë të bëjë paktën ftesa, se nuk e dini se mund vërtet të ndodhë një takim me partitë e tjera, me PDK-n dhe AK-n, pavarësisht se siç e tham AK-ja ka qenë kundër një takimi të tillë dhe një bashkëpunimi me Kurtin. Megjithatë PDK-ja edhe ajo ka premtuar që nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me lëvizjen vetvendose, pra le të themi ka filluar të ketë numërimi mbrapsht për seancën konstituive të kuvendit dhe pas kësaj vetëm fillon afati prej 2 javësh maksimumi për votimin e qeverisë së re të Kosovës. Ideal, ne e kemi thënë që në fillim që Albin Kurti është dukur shumë i qetë, dhe kur takoi gjatë javës së shkuar kryetarët e partive më të vogla apo të komuniteteve jo shumicë serbe apo jo. Pse vjen tani kjo lëvizje? Pra kjo ftesë për zotin Abdigjiku, sepse ka patur shumë kritika si brenda edhe jashtë vendit që më mirë të formoj një qeveri me parti shqiptare në opozitë se sa me komunitetet jo shumicë. Mund të ketë patur një ndikim apo një tërheqje veshi apo një këshill, një thirrje edhe nga ndërkombëtarët që Kurti të gjejë gjuhën të paktën me një nga kryetarët e partive shqiptare në opozitë? Mund të ketë ndodhur edhe ky skenar, le të themi në formën e këshillave apo sugjerimeve, pasi kryeministri Kurti gjatë kësaj kohe ka takuar pothuajse të gjitha ambasadorët e vendit në takime që praktikisht një kryeministër i Kosovës i ka në baza javore për zhvillimet që ndodhin në Kosovë. Sigurisht edhe ata kanë kërkuar që të ketë një qeveri stabile. Mirë po, të gjithë kemi ditur që për një qeveri me jetë gjatë duhet patjetër një bashkëpunim me një nga partitë opozitare shqiptare, ndryshe vitin tjetër pikërisht në këtë kohë do të kemi le të themi votimin për presidentin apo presidenten e re të Kosovës dhe mos zgjedhja le të themi përfaqësuesit të unitetit të popullit siç është do të çojë vendin në zgjedhje, pavarësisht se në historinë e Kosovës asnjëherë vendi nuk ka shkuar në zgjedhje për mungesë të presidentit, pra gjithmonë ka arritur të zgjidhet. Mbetet për të parë, po sigurisht numrat diktojnë le të themi një qeveri më stabile me Lidhjen Demokratike, pavarësisht se edhe me LDK-n nuk do të ketë 2/3 në kuvend, pra nuk do të ketë votat për president, duhet sigurisht bashkëpunim edhe nga deputetët të tjerë, por kjo mbetet ndoshta gjatë rrugës siç ka ndodhur në të kaluarën, ndonjë deputet i partive të tjera
ti bashkohet mazhorancës në rast se ajo arrin të krijohet mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike. Dhe letra për zotin Abdi Xhiku ka qenë e hapur dhe nuk duhet të harrojmë që ky fundit ka kusht nëse bashkëpunon me Kurtin apo edhe me partitë e tjera opozitare, siç është posti i kryeministrit. Kështu që deri në orët e pasdites mbetet për të parë nëse do ta pranojë apo jo ftesën. Të falenderoj shumë Ida, nëse do të ketë reagime apo edhe komunikime në përfundim të kësaj mbledhje të kryeparlamentarit Konjufsa, kryeparlamentarit në detyrë Konjufsa me përfaqësues partive politike, rikthehemi përsëri bashkë. Faleminderit për raportimin.